100 ditë të para do të instalohet krahas paketës së dhimbshurisë me të cilën e nxjerrim Shqipërinë nga varfëria ekstreme. Do instalohet kuadri ligjor për krijimin e klimës më miqësore për biznesin që ka ekzistuar ndonjëherë. Ne e shpallëm sajt, Made in Albania do t'jetë krenaria jonë kombëtare. Ju jeni një nga ata biznismen dhe specialist të shquar që i njihni shumë mirë potencialet e jashtëzakonshme minerare të këtij vendi. Do t'jenë paketa fiskale me taksën e shesht, do t'jenë garancit ligjore, do t'jetë ulje e çmimit të energjisë nga 18-24 lek kilovati në 6 lek, pra pjesëtimi me 3 i çmimit të energjisë. Do t'jetë nxitja e madhe e projekteve madhështore në fushën e energjisë solare, energjisë diellore, energjisë ujore. Do t'jetë tërheqja e kompanive të mëdha të eksplorimit, të shfrytëzimit, të përpunimit të mineraleve në Shqipëri. Do t'jetë Shqipëria e data qendrave, e inteligjencë artificiale, e blockchain dhe kriptomonedhave, e internet 3. Pra, ne 3 muajt e parë hedhim baza të forta ligjore për të gjitha këto projekte dhe unë kam bindje se ju dhe kolegë tuaj amerikanë do vinë me kënaqësi të investojnë në Shqipëri.